migrimi I votuesve nga një qark apo një bashkim tjetër, dhe me këtë mas ne krijojmë kushte objektive që ky proces të mos mund të ndodhi më në Republikën e Shqipërisë. Dhe për këtë çështje të parë, falenderoj të gjithë ata që kanë punuar me përkushtim dhe me intensitet të lartë. Sigurisht ky proces ka patur edhe disa viktima të tij, pra dhe janë marrë masa për disa zyra gjendje civile apo drejtues të tjerë, të cilët nuk kanë performuar në përputhje me planin dhe me pritshmërinë. Dhe shpresoj që edhe këto pak gjëra që kanë mbetur të mbyllen në ditën e vijim në mënyrë që kolaterali, pra dëmi I shkaktuar nga procesi të jetë zero ose mundësisht sa më I vogël. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të jemi konsekuent për të marrë masa ndaj kujtdo I cili neglizhon dhe nuk mundson qoftë edhe për një qytetar shqiptar që të kemi një adresë të vlefshme. Kjo është çështja e parë, pra është një histori shumë pozitive, ju përgëzoj të gjithë për bashkëpunimin, e di që jeni angazhuar personalisht të gjithë kryetarët e bashkive, prefektët dhe strukturat tjera. Mirënjohje, falënderim dhe kjo është dhe një shenjë e madhe inkurajimi që nëse I bëjmë përpjekjet bashkë, edhe rezultatet janë të rëndësishme dhe këtu nuk ka asnjë lloj vlere diskutimi politik apo partijak, këtu bëhet fjalë për një shërbim ndaj qytetarëve të këtij vendi, të cilët si të gjithë qytetarët e Europës kanë të drejtë për identitet të qartë edhe të shkruar. Një proces tjetër I cili lidhet me këtë parin, por që duhet realizuar ndërkohë, është ai që ka të bëjë me implementimin në terren të sistemit të ri të adresave të Republikës së Shqipërisë. Pra adresari I famshëm I cili tashmë është I realizuar në letër, duhet të realizohet në terren. Dhe kjo do të kërkojë përsëri një angazhim të madh të gjithë strukturave që janë marrë me këtë. Këtu do shtohen dhe zyrat e urbanistikës së gjithë bashkive, me qëllim që në të gjitha rrugët, sheshet, parqet, qytetet, fshatrat e Shqipërisë të kemi të gjithë sinjalistikën e cila tregon ku fillon qyteti X dhe ku mbaron qyteti, emërtimet e rrugëve, emërtimet e shesheve, numrat e banesave, të shtëpive, të bizneseve, në mënyrë që të heqim një herë mirë dorë nga sistemi adresash stil pallati me shigjeta 200 metra djathtas, ktheu dhe marrë, pra që adresa është dhe një libër I tërë, po të shkojmë tek ai sistem dhe kjo kërkon që ne të vendosim kudo që ligji kërkon tabelat, mbishkrimet, përkatëse për rrugët, për sheshet e tjera me radhë. Kjo I shërben të gjithë shërbimeve publike që ne synojmë të modernizojmë edhe të përmirësojmë në dobi të qytetarëve, për arsye se sot është vështirësi e madhe ose shumë e madhe që të mbërrijë në një letër një adresë caktuar, një pako ose një dërgesë postare në një adresë caktuar, një njoftim për gjyq e tjera me radhë. Dhe në këtë mënyrë do të shmanget informaliteti I madh që ka të bëjë me rezidencat në përgjithësi. Dhe këtu kemi probleme pra të shërbimeve, kemi edhe shumë probleme që lidhen me sigurinë e vendit, për arsye se kemi ende raste kur nëpër shtëpitë, banesat, pallatet, rrugët e tjera banojnë njerëz për cilët askush nuk di se kush janë, nga vinë dhe çfarë bëjnë. Dhe gjithë ky proces I shërben pra edhe përmirësimit të shërbimeve, edhe përmirësimit të parametrave të sigurisë në vend. Dhe streti I shërben funksionimit të një sezoni turistik normal, për arsye se të gjithë e dimë se turistët sot në botë nuk vinë me shoqërues vendas, por kanë dëshirë të jenë të pavarur dhe që të jenë pavarur do t'i besojnë emërtimeve, hartave, rrugëve e tjera me radhë. Ky është aksioni I madh I radhës për cilin unë kërkoj me kuptimin e angazhimit tuaj, jam I bindur tashmë se po aq sukses dhe që u arrit dhe po aq përkushtim që u tregua në